Mirë, faleminderit shumë atëherë për pranimin. Edhe një herë dhe vëmendjen që i kushtoni mbledhjeve të kryesisë së Kuvendit dhe Konventit në përgjithësi. Sot nuk patëm diçka shumë specifike, përjashtimisht faktit që seancën e kemi caktuar të premte në ora 10. Arsyeja pse nuk u vendos për të njëjtën siç është rëndom praktika parlamentare konsiston në faktin që ishim një ditë me vonesë në mbajtjen e mbledhjes së kryesisë dhe për shkak se rregulloria në mënyrë shprehimore e përcakton afatin 2 ditor prej mbledhjes së kryesisë respektivisht prej ndarjes së materialeve për deputetët deri te seanca plenare e radhës, u deshtëm që të shtym për të premten ose të shkojmë në seancë të jashtëzakonshme. Po patëm dakordim edhe me nënkryetarët e grupeve parlamentare dhe të premten në orën 10 do të kemi seancën plenare të radhës, ku si pika më të veçanta janë projekt ligji për byron për konfiskimin e pasurisë së paligjshme edhe vendimin e qeverisë për dërgimin e forcave të sigurisë në Gaza. Pika tjera janë çështje më shumë të brendshme të Kuvendit, nuk ka diçka tjetër specifike. Po nuk pat kundërshtim që të votet si pjesë e ditës, vetëm kundërshtim e patëm që seanca të mbahet të njëjtën, që është e vërteta unë isha për të mbahetur për të njëjtën, por nuk deshëm që të prishim dakordancën dhe shpresoj. Për aty këta nuk besoj që nënkryetarët ose anëtarët e kryesisë mund të flasin në emër të grupeve parlamentare. Tash mbetet që të shihet disponimi i tyre politik në raportin për mbajtjen e cilat tashmë sponsorizuar nga qeveria, ka kaluar nga një komision funksional dhe pritet që të kalojë në leximin e dytë. Të presim edhe kontributet e secilit deputet, një që të kemi një ligj i cili adreson sa më mirë që është të mundshme këtë çështje. A ka kundërshtim nga UNESEF për të dërguar ushtarë në Gazë? Nuk patëm ndonjë koment nga lista sërbe lidhur me këtë çështje.